Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour, unë jam Habi Hoxha, ne do t'jemi së bashku në vijim. Përfundon numërimi të gjithë votave të ardhura nga diaspora dhe i gjithë procesi i numërimit të votave të 11 majit, mbi 60% e shqiptarëve jashtë vendit kanë votuar për Partinë Socialiste, duke konfirmuar mazhorancë të fortë me 83 mandate përballë 50 mandateve të koalicionit të Sali Berishës. Ndërsa Rama falenderoi diasporën për pjesëmarrje në zgjedhje dhe mbështetjen e tyre me votë, Berisha sulmon Celibashin, i dështuari i vetëm i këtij procesi. Olimpiada e numërimit të votave të diasporës u mbyll në ditën e 9. Elbasani, qarkumin zeti zgjedhjeve, mbylli me paqe kutinë e fundit nga emigrantët. Por kjo kuti e fundit për këto zgjedhje bëri jehon, vetëm për shkak të sallës bosh në Parkun Olimpik. Rezultati ishte lexuar me kohë. Kryesocialisti Rama nuk priti hapjen e kutisë së fundit për të falenderuar mbi 120.000 bashkëpatriotët jashtë që votuan Partinë Socialiste. Me një falenderim krejt të posaçëm për shqiptarët që nga Greqia, Italia, Amerika e çdo anë e Europës dhe botës që u bashkuan trenit fitores, duke bërë atë edhe më domethënës, jo vetëm nga numrat, por në radhë të parë për nga mesazhi i fuqishëm i shumicës së tyre dërmuese, i cili do të na bëjë edhe më të përkushtuar për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, ju uroj një ditë të mbar. Në kontrast me të dhe me realitetin, Sali Berisha pas zgjodhi të mos njohë rezultatin. Qëndrimi ynë është i prerë. Asnjë rezultat nuk mund të nxirret mbi falsifikimin monstruoz që u bë në këto zgjedhje. Farsa është farsë, nuk është zgjedhje. Nuk mund të bësh më fjalë për zgjedhje, nuk mund të bësh fjalë më për është farsë. Por për socialistët, këtu nuk ka asgjë të re. Ju kemi kujtuar ju dhe publikut deklarimet e atij që është prej 35 vitesh në krye të Partisë Demokratike, edhe në vitin 1997 kur ishte president i Republikës dhe zgjedhjet i kishte humbur, deklaronte se zgjedhjet ishin vjetë. Domethënë kulmi arrin vitin 2013 kur ishte kryeministri në detyrë dhe kryeministri në detyrë deklaronte që i kishin vjedhur zgjedhjet. Dhe prej vitit 2013 me radhë deri në vitin 2023 dhe tani 2025 nuk ka ndodhur në një gjë e habitshme, por e njëjta gjë. Doktori e humbi ndeshjen, megjithse e kishte kësaj radhe arbitrin me vete, por në fund nuk e kurseu as Ilirian Celibashin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nëse do i përmbajë ligjit, s'do ulej kurrë të nxirrte rezultatin. Sepse do thoshte procesi ishte farsë. Vota e diasporës ishte një sukses i dyfisht, i pari politik dhe kushtetues. Shteti u ktheu borxhin më të vogël që u kishte emigrantëve, u dha të drejtën e votës. Suksesi i dytë ishte se ata treguan se ishin pjesa më progresive e shoqërisë. I vetmi dështim i këtij procesi i mbetet Ilirian Celibashit. Kryekomisioneri e ktheu votën e diasporës në një moll sherri me vendimet që mori para dhe pas zgjedhjeve, ndërsa i dha mundësinë opozitës të kontestoj procesin që ai vetë organizoi. Celibashi do të hyjë në historinë e zgjedhjeve si i vetmi drejtues i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kontestuar nga të gjitha palët, si nga ata që i humbën, edhe nga fituesit e zgjedhjeve. Nga Parku Olimpik, për ABC News, Andon Kello. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve po rinumërohen votat e 2 qendrave të votimit në qarqet Durrës dhe Elbasan, kutit e të cilave janë konsideruar të parregullta nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Aty ndodhet kolegja Greta Bullari. Greta, për cilat qendra votimi po kryet rinumërimi në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe pse? Habi të përshëndes, janë në fakt janë numëruar 2 kutit e fundit që i takojnë pikërisht qarkut të Durrësit dhe Elbasanit, bëhet fjalë për një kuti në bashkinë e Porrenjasit dhe një kuti në Mancë. Rezultati përfunditar i këtyre, po themi 2 kutive, nxjerr po ashtu Partinë Socialiste si po themi fituesen e këtyre zgjedhjeve në këto qendra numërimi. Bëhet fjalë që në kutinë e
e Manzës, Partia Socialiste ka marrë 128 vota, ndërkohë që Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 88 vota, ndërkohë që Koalicioni Euroatlantik vetëm 1 vot dhe Partia Mundësia vetëm 2 vota. Në kutinë po themi të Manzës është bërë rinumërimi për shkak të disa problematikave që kanë ndodhur me materialet zgjedhore dhe nuk është numëruar në mënyrë fillestare, u desh që të vinte në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të rinumëruar. Ndërkohë, sa i përket kutisë të Përrenjasit, më konkretisht të fshatit Pishkash, rinumërimi ka ndodhur për shkak se në kutinë e votimit kanë qenë më shumë flet se sa tregonte edhe pajisja Peq. Kjo sipas operatorëve ka ndodhur për shkak se disa qytetarë kanë votuar në mënyrë manuale. Sa i përket rezultatit në këtë kuti, edhe në kuti kryeson Partia Socialiste me 208 vota kundrejt 57 votave të Partisë Demokratike, ndërkohë që Koalicioni Euroatlantik është me 4 vota, Partia Nisma Shqipëria bëhet 14 vota, Partia Aleanca Demokracia Re me vetëm 1 vot, ndërkohë që Partia Mundësia ka marrë 3 vota dhe Partia Social-Demokrate po ashtu vetëm 3 vota. Në kutinë po themi të qarkut të Durrësit, në Mancë ka përfunduar edhe procesi për sa i përket votës preferenciale, ku janë duke u hedhur të dhënat, megjithatë të paktën deri nga të dhënat e deri tanishme nga Partia Socialiste kryeson Arkend Balla, i cili po themi është dhe një nga kandidatët të cilët do të jenë pjesë e parlamentit të ri, ndërkohë që nga Partia Demokratike më shumë vota ka marrë Arjan Ndoj, ndërkohë që në sa i përket kutisë Përrenjasit po vijon numërimi për votat preferenciale të kandidatëve. Mirë, Greta Bullarit, falenderoj për gjithë informacionin që solle. Danimarka, e cila merr në korrik presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, thotë se Shqipëria mund të antarësohet në Union deri në vitin 2030. Ministria daneze për çështjet europiane tha në Tiranë se Shqipëria është në rrugën e duhur të reformave dhe të bisedimeve me Brukselin, ndërsa do të vazhdojë të ketë mbështetjen e Danimarkës në rrugën e antarësimit. Shefi i diplomacisë shqiptare Igli Hasani tha se brenda 2027-s vendi ynë do të mbyll të gjithë kapitujt. 2 ditë para konferencës së 5 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, Tirana ka marrë një tjetër mesazh të fortë mbështetje për integrimin në Union. Ministrja e jashtme e Danimarkës, Marie Bjerre, konfirmoi qartë objektivin e Shqipërisë për t'u antarësuar brenda kësaj dekade në Bashkimin Evropian. Koha që Europa të jetë më fortë dhe më e madhe, dhe nga ajo çfarë dëgjoj, jam shumë besim plot që Shqipëria po bën shumë për parim, jeni në rrugën e duhur dhe jam e sigurt me këtë progres, në këtë moment, ju do të bëheni pjesë e BE-s që vijnë dhe pres mjaft me padurim për këtë. Shqipëria i përket familjes europiane. Faleminderit. Danimarka është shteti i radhës antar që do të marrë presidencën e Bashkimit Evropian prej një korriku të këtij viti dhe për ministrin e jashtëm të Shqipërisë, Igli Hasani, kjo mbështetje vlen edhe për të përshpejtuar hapjen e gjithë grup kapitujve brenda këtij viti. Objektivi është i qartë dhe po e ritheksoj edhe një herë, 2 grupimet e mbetura shpresojmë që të hapemi gjatë presidencës daneze, duke i qëndruar edhe objektivit madhor që brenda këtij viti të çelim edhe grup kapitujt e mbetur, ndërsa brenda vitit 2027 i përfundojmë negociatat duke pasur 2030-ën si pikën më të fundit kur Shqipëria ulet si e barabartë mes barabartëve në tryezën e Bashkimit Evropian. Të njëjtën, Shqipëria ulet për herë të 5 në një konferencë ndërqeveritare në Bruksel për të hapur kësaj radhe kapitullin e 3, atë për konkurrueshmërinë dhe rritjen gjithëpërfshirëse, që përfshin edhe 8 kapituj të tjerë. Në 25 maj, Shqipëria do të presë një stërvitje të rëndësishme ushtarake të NATO-s. Operacionet do të kryen në Shqipëri, por edhe në Kosovë dhe kanë si synim rritjen e gatishmërisë dhe aftësisë mbrojtëse të forcave të armatosura. Shqipëria mirëpret një nga stërvitjet ushtarake më të mëdha dhe më komplekse në dekadat e fundit në Evropë dhe Afrikë. Defender Europe, e drejtuar nga Komanda Evropiane e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nis nga vendi ynë në 25 maj dhe do të zgjasë deri më 9 qershor. Operacionet e përbashkëta stërvitore do të kryhen në Zallherë dhe Bizë të Martaneshit.
Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu njofton se forcat e NATO-s dhe partnerët do të stërviten në Shqipëri dhe Kosovë për mbrojtjen e objekteve kritike, operacione sulmuese dhe mbrojtëse, si dhe për siguri në pika kyçe dislokimi. Stërvitja ushtarake shumë komshe synon të riskgatishmërinë, ndërveprueshmërinë dhe aftësinë për të vepruar në mënyrë të koordinuar ndërmjet forcave të SBA-s, NATO-s dhe vendeve partnere. Defender Europe përfshin një stër aktivitetesh luftarake të shkallës së gjerë që shtrihen në disa vendet e Evropës dhe është ndërtuar sipas skenarit të nenit 5 të NATO-s, që simulon mbrojtjen kolektive të aleatëve. Skenari i stërvitjes përfshin gjithashtu trajnimet për mbrojtjen e objekteve të rëndësishme, sigurimin e pikave të imbarkimit, si dhe operacione mbrojtëse në rajone strategjike të Shqipërisë dhe Kosovës. Një nga objektivat kryesorë të stërvitjes është demonstrimi i aftësisë për të dislokuar me shpejtësi trupa dhe pajisje nga Amerika e Veriut drejt Evropës. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, kjo stërvitje ushtarake do të demonstrojë angazhimin e Shqipërisë ndaj aleatëve dhe partnerëve të NATO-s, duke treguar gatishmërinë e forcave tona të armatosura për të shërbyer në krah të partnerëve strategjik në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Evropë. Mbi 5000 trupa me bazë në SBA kanë nisur të vendosen në 18 vende të ndryshme të Evropës. Sipas Aleancës së Atlantikut të Veriut, kjo stërvitje përfaqëson një mesazh të qartë ndaj çdo kundërshtari të mundshëm. NATO është e bashkuar, e përgatitur dhe e gatshme të mbrojë çdo centimetër të territorit të saj. Në të njëjtën kohë, ajo synon të sigurojë opinionin publik në vendet aleate se përkushtimi i SBA-s dhe NATO-s për sigurinë euroatlantike mbetet i palëkundur. Një i ri nga Shijaku vran një atentat në Durrës, 29 vjeçari u qëllua me armë mbrëm në lagjen 18, ndërsa lëviste i vetëm në këmbë. Autorët janë larguar me makinë nga vendi i ngjarjes, ndërsa në mëngjes u gjet në Gërdec një mjet i djegur që dyshohet se është përdorur nga autorët e krimit. Viktima ishte një emër i njohur për policinë. Në 2025-ën, ndjes në 2015-ën, ai ishte arrestuar për drogë. Ndërkohë, ABC News ka siguruar edhe pamjet e atentatit. Ky është momenti kur autorët me makinë të bardhë hynë në rrugicën ku ekzekutuan 29 vjeçarin Ermir Dedja. Siç shihet edhe nga pamjet, autorët po lëvizin në sens të kundër drejtimi. Ndërkohë aty pranë kanë qenë dhe dy kalimtar të rastësishëm, të cilët në momentin që dëgjojnë të shtënën e armës, vrapojnë të tmerruar. Atentati u regjistrua në orën 22:56 mbrëmjen e 19 majit në lagjen numër 18 të Durrësit, ku i riu u qëllua për vdekje. Ngjarja ndodhi pranë qendrës shëndetësore të lagjes, ndërkohë që viktima po ecste në këmbë, i veshur me një kostum sportiv. Sipas informacioneve të para, autorët, të cilët ishin të maskuar, kanë qelluar Dedjan me armë automatike. Forcat e policisë mbërritën shpejt në vendngjarje, ndërsa trupi i të riut u transportua në spital ku ndroi jetë për shkak të plagëve të marra. Sipas burimeve të policisë, autorët dyshohet kanë qenë të njohur me lëvizjet e viktimës dhe kanë pritur momentin e duhur për të kryer atentatin. Pas krimit, forcat e rendit kanë gjetur një makinë të djegur në Gërdec, e cila dyshohet të jetë përdorur nga autorët. Në automjetin e shkrumbuar është gjetur gjithashtu një armë zjarri që besohet ketë qenë e përdorur për vrasjen. Mjeti i përdorur nga atentatorët kishte targa të vjedhura dhe hetuesit janë duke punuar për të identifikuar më shumë prova. Viktima, e njohur për precedent penal, kishte pasur të kaluar të lidhur me veprimtari kriminale. Në vitin 2015, Ermir Dedja ishte arrestuar pasi kishte shitur drogë një grupi personash që synonin ta transportonin atë nga pika kufitare e Morinës drejt Kosovës. Në një tjetër rast, në vitin 2017, ai ishte arrestuar pasi kishte përkrahur Ismail Nureddini në një plagosje në Shijak. Një grup i posaçëm hetimor është ngritur për të zbuluar motivin e mundshëm të vrasjes dhe për të kapur autorët. Policia po shqyrton gjithashtu pamjet e kamerave të sigurisë së zonës për të kuptuar më mirë dinamikën. Po ashtu hetuesit janë duke analizuar pista, por ende nuk ka asnjë të dhënë të qartë për motivin e mundshëm të vrasjes. Gazetari Ervin Leka ndodhet në vendngjarje në Durrës, lidhemi me të. Ervin, çfarë detajesh të reja ka nga hetimi për këtë ngjarje? Duhet të ndalemi pak tek fakti i gjetjes së makinës së djegur, ku hetuesit kanë zbuluar se targat e këtij automjeti, pra tip Seat, që janë përdorur edhe nga dy autorët e dyshuar të vrasjes së 29 vjeçarit Ermir Dedja, këto targa rezultojnë që janë vjedhur në kryeqytet disa kohë më parë. Konkretisht, targat janë denoncuar si të vjedhura, pra dhe janë vjedhur në zonën e Prezës, disa kilometra larg kryeqytetit, dhe pikërisht pra kanë qenë edhe të denoncuar. Ndërkohë këto targa, si duket, janë vendosur edhe automjetit tip Seat ngjyrë të bardhë, që shfaqet edhe në video, dhe më pas pra pas krimit i është vënë edhe flaka.
Përsa i përket makinës, enge nuk kemi pra detaj nëse është apo jo, rezulton apo jo e vjedhur për shkak të shkrumbimit të saj dhe ka qenë e vështirë edhe gjetja e numrit të shasisë së këtij automjeti që do të përcaktonte se kujt i përket dhe nëse do ishte denoncuar e vjedhur. Ndërkohë viktima pra në skedarët e policisë përveç 2 precedentëve të mëparshëm në vitin 2017 dhe 2015, si duket problemet me ligjin i ka pasur edhe së fundmi, ku konkretisht në vitin 2023 ka qenë i përfshirë edhe në një shert paktën, por edhe me disa punonjës policie, ku ka marrë edhe një dënim me 7 muaj burg për kundërshtim të punonjësve të policisë, ndërsa edhe në vitin 2021, pra pak më herët, ka qenë i dënuar për largim nga vendi i aksidentit për shkak se ka shkaktuar një aksident dhe ishte larguar pa pritur ardhjen e policisë së shtetit. Si duket pra këto problematikat që i ka pasur vazhdimisht, por grupi hetimor dyshon se ai është përfshirë në ngjarje kriminale, në trafikun e lëndëve narkotike, çka mund të ketë sjell edhe prishjen e pazareve të drogës, çka mund të ketë sjell edhe krimin e atentatit ndaj tij deri në ekzekutimin pak pas mesnatës. Ndërkohë zona ku ai paktën është ekzekutuar pas grave të mi, pra njeh se kishte disa miq të tij dhe kjo si duket ka qenë edhe arsyeja sepse ai është gjendur në këtë vend gjatë të mesnatës ku edhe është ekzekutuar. Ndërkohë për sa u përket autorëve, të paktën deri në këto momente nuk kemi asnjë gjurmë të tyre, pasi siç duket kanë vepruar me profesionalizëm, autorë të mirë paguar apo edhe të mirë menduar të këtij atentati, ku të paktën dyshohet se kanë pasur edhe një informator, pra që i ka thënë se viktima sapo kishte parkuar automjetin e tyre BMW dhe ka zbritur në këmbë dhe në ky ka qenë edhe momenti që ata kanë ardhur dhe kanë qelluar ku të paktën një plumbi ka marrë jetën pasi i ka prekur edhe organet jetësore. Ervin Lekat, falenderoj për raportimin. Ish kryeprokurori i Vlorës Aurel Zarka u dënuar me 4 vite burg për dosjen Toyota Yaris, por dënimi i tij u ul në 2 vite 8 muaj burg dhe 5 vjet heqje të drejtës çdo funksioni pasi gjykata e posaçme pranoi gjykimin e shkurtuar. Zarka akuzohet për korrupsion pasi ka ndikuar tek funksionar të drejtësisë për të ulur dënime me të paktën 8 çështje penale, përfshirë këtu edhe dosjen e njohur si Toyota Yaris. Gjykata e posaçme dënoi ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka me 4 vite burg për dosjen e ashtu quajtur Toyota Yaris. Zarka akuzohet për korrupsion pasiv dhe ushtrim ndikimit të paligjshëm, ndërsa përfitoi ulje të dënimit me 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar, duke u dënuar përfundimisht me 2 vite 8 muaj burg. Në të njëjtën kohë, gjykata vendosi që Zarka për 5 vitet e ardhshme të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Nga ana tjetër, gjykata veçoi dosjen për ish oficerin e Byros Kombëtare të Hetimit Eriona Daupaj dhe për Astrid Vladin, që ndodhen ende në kërkim, ndërsa në një tjetër proces të ndar pas vetë-dorëzimit të tij, SPAK lexoi pretencën pak javë më parë për avokatin Radovan Çela, për të cilin kërkoi dënimin me 6 vite burg dhe vendimi pritet të jepet më 22 maj. Sipas prokurorisë, të dyshuarit në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë ndërhyrë duke korruptuar funksionar të drejtësisë në të paktën 8 çështje penale, 4 nga të cilat lidhen me dosjen Toyota Yaris, që kur dosja ishte tek prokuroria e krimeve të rënda, e më pas kur ajo shkoi në gjykatën e Tiranës në hetimet paraprake, e deri te hetimet pasurore të personave të dyshuar. Nga hetimet e prokurorisë ka rezultuar se Aurel Zarka ka qenë një nga përdoruesit e Sky Encrochat dhe mundësonte komunikime të fshehta me personat e përfshirë. Zarka u vënë në pranga në korrik të vitit të kaluar, teksa mbante detyrën e drejtuesit të prokurorisë së Vlorës. Policia e Tiranës ka vënë në pranga 2 persona pasi u kapën duke transportuar me automjet një sasi prej rreth 60 kg kanabis. Në pranga vun Enea Tahiri, 37 vjeç dhe Besnik Shabani, 48 vjeç. Ata u ndaluan në rrugën Mamuras Kashar, pranë Thumanës, dhe nga kontrolli u gjet edhe lënda narkotike e fshehur në mjet. Nga hetimet e deritanishme ka dyshime se lënda narkotike ishte kultivuar në zonën e Shkodrës, ndërsa 2 të arrestuarit, njëri prej të cilve me precedent penal në fushën e vjedhjes, kishin si rol transportin e kanabisit nga Shkodra drejt Korçës. Lënda narkotike ndarë në pako 1 kilogramshe dyshohet se do të trafikoj drejt Greqisë.
Në gjykatën penale të Tiranës ka nisur në mungesë gjykimi ndaj Bledar Jambellit, i akuzuar si porositës i vrasjes së ish-drejtorit policisë së Vlorës Artan Çuku. Policia paraqiti konkluzionet e saj lidhur me akuzën, ndërsa më 3 qershor në orën 13:30 u caktua si datë për të dëgjuar pretencën e organit akuzës. Pas kësaj do të bëhet edhe mbrojtja e pandeurit dhe pasi të dëgjojnë palët, togat e zeza do të shpallin edhe vendimin për dënimin e Jambellit. Ky fundit u arrestua para disa vitesh në Greqi, por drejtësia helene refuzoi ekstradimin dhe vendosi ta lirojë nga qelia për të arrestuar sërish në vitin 2022 për një ngjarje të rëndë me pasojë plagosjen e 5 personave. Vrasja e Artan Çuku ndodhi në 2017 në rrugën e kosovarëve, ndërsa policia arrestoi Mikel Shallarin si autor, i cili vendosi të bashkëpunojë me prokurorinë dhe në fund u dënua me vetëm 8 vite burg. Një vrasje e ndodhur në Athinë 17 vite më parë është zbardhur nga prokuroria e Korçës dhe 2 autor do të shkojnë në bankën e të akuzuarve për këtë ngjarje të vitit 2008. Prokuroria mbylli hetimet e nisura një vit më parë. 17 vite pas ngjarjes së rëndë, prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim Armando Tarusllarin dhe Gëzim Latjan, të akuzuar si autor të vrasjes së Arjan Xhambazit në Greqi në 7 dhjetor të vitit 2008. Taruslari dhe Latja janë aktualisht në masën e sigurisë arrest në burg, pasi qëndrojnë që në 2024 në qeli me akuzën e vrasjes me dashje kryer në bashkëpunim. Referuar akteve, provave dhe indicieve të administruara gjatë fazës së hetimeve paraprake rezulton e provuar te çdo dyshimi se të pandehurit Gëzim Latja dhe Armando Tarusllari në datë 7 dhjetor 2008 rreth orës 00:10 në Athinë në bashkëpunim me njëri tjetrin pas një konflikti të dhunshëm midis 2 grupeve shqiptare për motive të dobta, i kanë shkaktuar shtetasit Arjan Xhambazi dëmtime në pjesë të ndryshme të trupit si pasojë e goditjeve me grusht, shkopinj dhe thik, ku referuar autopsisë si shkak i vdekjes është konkluduar dëmtimi i rënd i pjesës së majt kraharorit dhe zemrës që vjen si rezultati i goditjeve vdekjeprurse. Ekzekutimi i Xhambazit ka ndodhur për shkak të një konflikti të krijuar mes çiftit të bashkëshortëve Elvira dhe Flamur Demiri. Për shkak të dhunës së ushtruar nga Flamur Demiri, Elvira ishte larguar nga banesa e saj dhe kishte gjetur strehim tek shtëpia e shoqes Merita Hima. Flamuri ka shkuar në banesën e Ritës për të marrë gruan, por ajo nuk ka pranuar të dalë nga shtëpia pasi ishte i dehur, duke u ruajtur një dhunimi fizik. Gjithçka ka ndodhur për shkak të një konflikti brenda familjes që më pas u shoqërua në përleshje mes 2 grupeve, të cilat kanë përdorur thika e sende të forta. Nga konflikti i dhunshëm mbeti i vdekur nga goditjet me thik Arjan Xhambazi, ka pësuar dëmtime serioze Flamur Demiri dhe është dëmtuar let në dorë Ibrahim Demiri. Për vite me radhë, 2 autorët e krimit, Tarusllari dhe Latja, kanë qëndruar në liri, por në muajin maj të 2024 ata u arrestuan pas një vendimi të lëshuar nga gjykata e Korçës dhe tashmë pritet të nënshtrohen procesit gjyqësor. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është kërcënuar me jetë përmes një mesazhi në email. Sipas zyrës për mediat, kërcënimi i marrë këtë javë është në vazhdim të kërcënimeve të mëparshme ndaj Osmanit. Zyra e presidentes së Kosovës kërkon nga autoritetet e drejtësisë që të veprojnë sa më parë. Edhe bashkëshorti i Vjosa Osmanit thotë se presidentja ka marrë shumë kërcënime, ndërsa drejtësia nuk ka bërë asgjë për zbardhjen e tyre. Pas deklarimit publik të këshilltarit për mediat presidentes Osmani se ajo është kërcënuar me jetë, edhe bashkëshorti i saj, apo siç njihet në Kosovë si zotriu i parë, nuk ka heshtur. Ai ka reaguar mëngjesin e kësaj të martë përmes një postimi në rrjetet sociale, duke përmendur 10 kërcënimet përsëritura dhe të drejtë për drejta me jetë ndaj presidentes së Republikës dhe anëtarëve të familjes së saj. Ai thotë se kërcënimet nuk janë të rastësishme dhe të izoluara, por të vazhdueshme, të qarta dhe specifike, të bëra nga profile anonime, por edhe nga individ publik me emër e mbiemër. Jo 1, jo 2, 10, shkruan ai, duke përmendur fraza alarmuese si duhet eliminuar, ka ardhur koha për fundin e saj dhe një plumb e zgjidh. Prindon Sadriu i cilëson këto si thirrje të hapura për dhunë që nuk targetojnë vetëm individin, por edhe institucionin e presidentes së Republikës. Ai thekson se përveç kërcënimeve janë shfaqur edhe shpifjet fabrikuara, të cilat kanë për qëllim të nxisin urrëtie dhe të krijojnë një klim ku dhuna perceptohet si e justifikuar. Në qëndrimin e tij, ai kritikon ashpër mungesën e reagimit institucional ndaj këtyre kërcënimeve. Asnjë nga kërcënuesit nuk është përballur me drejtësinë, asnjë veprim, asnjë përgjegjësi, shkruan Sadriu.
Madje sipas tij, heshtja e institucioneve është bashkëfaqësi, duke paralajmëruar se kjo situatë paraqet rrezik serioz jo vetëm për sigurinë e presidentes dhe familjes së saj, por edhe për vetë stabilitetin institucional. Sot është presidentja, nesër dikush tjetër, përfundon ai, duke bërë thirrje për reagim të menjëhershëm institucional dhe ndëshkim të gjuhës së dhunës në hapësirën publike dhe mediatike. Kosova pas zgjedhjeve të 9 shkurtit është zyrtarisht pa qeveri pas dështimit të 18 të konstituimit kuvendit. Albin Kurti po mban peng ngritjen e institucioneve pas humbjes së më shumë se 10% të mbështetjes nga votuesit, ndërsa zhvillimet në arenën ndërkombëtare janë në kulmin e tyre dhe çështjet e sigurisë janë ndër temat kryesore në tryezat e Bashkimit Evropian. Jemi rikthyer në studio po ndiqni NewsHour. Bashkimi Evropian, Britania dhe Shtetet e Bashkuara shtojnë presionin ndaj presidentit rus Putin për nisjen e negociatave për dhënien fund të luftës në Ukrainë. Brukseli dhe Londra miratojnë sanksione të reja, ndërsa presidenti Zelenski paralajmëron se presidenti i Rusisë po kërkon të fitojë kohë. Një ditë më parë, Putin u duk sikur reagoi pozitivisht ndaj telefonatës 2 orëshe me presidentin Trump, por paralajmëroi Ukrainën se duhet ishte e gatshme për kompromis të forta. Krisja në marrëdhëniet mes Perëndimit dhe Washingtonit duket se janë tejkaluar dhe shkak për diçka të tillë është bërë lufta në Ukrainë. Ndërsa vetëm disa javë më parë konflikti në Europën lindore ishte ai që ndante Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, duke se sot është pikërisht kjo luftë që forcon më tej aleancat. Pas telefonatës që pati me Vladimir Putin pas ditën e së hënës, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi Perëndimin mbi të gjithë përparimin në bisedime. Kaja Kallas deklaroi këtë të martë se Bashkimi Evropian ka marrë zotimin e Shteteve të Bashkuara se nëse Putin nuk pranon armëpushimin në Ukrainë, atëherë Washingtoni do të shtojë presionet me sanksionet e reja ndaj Moskës. Dëgjuam nga Shtetet e Bashkuara se nëse ato nuk bien dakord për armëpushim pa kushte në Ukrainë, siç Kievi era dakord në fakt 60 ditë më parë, do të ketë veprime të forta dhe kjo është ajo që duam të shohim nga të gjitha palët. Sigurisht nga ana europiane kemi deklaratat e 27 vendeve europiane se nëse Rusia nuk pranon armëpushim, ne do të ushtrojmë më shumë presion. Edhe sekretari i përgjithshëm i NATO, Mark Rutte, deklaroi se vlerëson rolin e presidentit amerikan në bisedime dhe kontributin që ai po jep për paqe. Më lejoni t'ju them fillimisht se jam shumë i kënaqur që presidenti Trump ka marrë këtë rol udhëheqës. Ai në thelb e theu bllokimin që nga dita e parë kur mori detyrën në janar dhe dua që ta përgëzoj vërtet për diçka të tillë. Nuk do t'jap më shumë komente, por administrata amerikane është shumë e përfshirë në këtë çështje dhe po koordinohet ngushtë me aleatët evropian, por sigurisht edhe me Ukrainën. Kjo është diçka shumë pozitive. Pas këtyre deklaratave, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe njoftuan këtë të martë se kanë vendosur sanksione të reja ndaj Rusisë duke shënjestruar flotën hije të saj që shpërndan naftë pavarësisht sanksioneve. Londra dhe Brukseli thanë se ky hap u mor për ta shtyrë Moskën që të pranojë një armëpushim në Ukrainë. Donald Trump njoftoi të hënën se pas bisedave që kishte pasur me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky dhe atë rus Vladimir Putin, Moska dhe Kievi kishin rënë dakord të nisnin bisedimet për një armëpushim që mund të pasojë fundin e konfliktit në Europën lindore. Në atë që është kthyer në konfliktin më të ashpër në Europë që prej luftës së dytë botërore. Kriza humanitare në Gaza është një këmbane fort alarmi. Sipas Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 14.000 foshnja rrezikojnë të humbin jetën për shkak të urisë dhe sëmundjeve në enklavën e përfshirë nga luftimet e ashpra dhe mungesa e ushqimeve dhe ilaçeve. Bien këmbanat e alarmit për urinë në Gaza. Shefi i ndihmës humanitare në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Tom Fletcher ka paralajmëruar këtë të martë se 14.000 foshnje mund të vdesin në rripën e Gazës në 48 orë të ardhshme, nëse më shumë ndihma nuk arrin në enklavën palestineze. Izraeli dha fund bllokimit 11 javor të ndihmave humanitare në rripën e Gazës këtë të hënë si pasojë e presionit aleatëve, duke lejuar që atje të mbërrijë një sasi minimale jetike e ushqimit. Tom Fletcher, shefi i ndihmës humanitare në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, deklaroi për BBC se ditën e hënë vetëm 5 kamion me ndihma kishin mbritur në rripën e Gazës dhe këto kamion nuk ju ishin shpërndar civilëve. Fletcher u shpreh se shpresat e tyre janë që të arrijnë të dërgojnë 100 kamion me ndihma sa më parë dhe tha se kjo shifër duhet të rritet në ditët në vijim për të shmangur vdekjen e mijëra civilëve nga uria. Në një deklaratë të përbashkët, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Kanadaja i kërkuan Izraelit që të ndryshojë menjëherë kursin e tij. Keir Starmer, Emmanuel Macron dhe
dhe Mark Kearney thanë se nëse Izraeli nuk ndal ofensivën e ripërtërirë ushtarake dhe nuk heq kufizimet e tij për ndihmat humanitare, atëherë këto 3 shtete do të ndërmarrin veprime konkrete, duke mos pranuar të japin më shumë detaje. Për terroristë, të cilën e ka përdorur si armë lufte, Izraeli vijon njësoj këtë të marrë bombardimet në rripin e Gazës, duke vrarë 10 qytetarë. Tel Avivi zyrtar thotë se shënjestra e tyre janë militantët e Hamas që fshihen pas civilëve të pafajshëm. Rasti i tumorit në prostat për presidentin amerikan Biden ngjall debat mes mjekëve. Rasti i avancuar duket se shpjegohet me mungesën e kontrolleve. Specialistë urolog thonë se tumori në prostat është i kurueshëm nëse kapet shpejt në kohë. Shumica e meshkujve mbi moshën 55 deri 60 vjeç dhe me precedent familjar duhet i nënshtrohen kontrolleve për këtë lloj tumori për të shmangur komplikacionet në moshë të avancuar. Ish presidenti amerikan Joe Biden është diagnostikuar me kancer prostate. Zyra e shtypit e tij njoftoi se ish presidenti 82 vjeç është prekur nga një formë agresive e sëmundjes, por mjekët thonë se nëse kanceri i prostatës kapet herët, ai mund të trajtohet. Trajtohen shumë mirë në qoftë se kapen në fazat të hershme. Fazat e hershme janë kur tumori ndodhet në brendësitë prostatës. Pra është fazë ku tumori nuk ka dalë jashtë. Kjo nuk do të thotë që edhe në fazat e tjera nuk ka mundësi trajtimi. Dhe tumoret lokalisht avancuar, pra tumoret kur tumori ka dalë jashtë prostatës apo me metastaza, dhe ato kanë një trajtim, ndoshta jo shërim, por mund të trajtohen dhe pacienti mund të jetojë me vite të tëra pa pasur një problem. Kur janë të lokalizuar, për të kufizuar brenda në prostatë dhe nuk kanë dalë jashtë, trajtohen me kirurgji. Ndërkohë, në rastet kur ka dalë jashtë prostatës, pra janë lokalisht avancuar, apo kur ka metastaza, trajtohen me hormonoterapi dhe radioterapi. Trashëgimia dhe mosha janë 2 faktorët kryesorë të rrezikut për prekjen prej tij. Në fazat e hershme sëmundja nuk shfaq shenja dhe mund të zbulohet përmes një analize specifike gjaku. Mjekët i këshillojnë ta kryejë këtë analizë çdo burri që i ka mbushur 50 vjeç dhe nëse nuk bën pjesë të grupet me risk. Vjen natyrshëm, nuk ka asnjë shenjë. Duhet që në moshën 50 vjeç çdo pacient të paraqitet dhe të kryejë një analizë që quhet PSA dhe nivelet e PSA-s mund na çojnë në kërkim të mëtejshëm për të parë nëse ky pacient do të shfaqë në të ardhmen një tumor agresiv të prostatës. Pacientët mbi 65 vjeç janë më të predispozuar të detektohen tumoret të prostatës. Gjenetika, pacientët që kanë babain dhe xhaxhain të diagnostikuar, të vërtetuar me biopsi prostate për kancer prostate, e kanë mbi 50% mundësinë e shfaqjes së tumoreve të prostatës. Shefi i shërbimit të urologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë ngresh shqetësimin për ndërgjegjësimin e ulët për kancerin e prostatës. Arsye kjo që sipas tij, shumë pacientë në vendin tonë kërkojnë ndihmë kur sëmundja ka agravuar. Tumorët e prostatës janë të keq diagnostikuara për shkak të depistimit të mangët. Jo të gjithë mjekët e familjes u rekomandojnë pacientëve që të bëjnë PSA kur ato arrin moshën 50 vjeç. Një pjesë e këtyre pacientëve vinë në fazën kur tumori ka dalë jashtë prostatës dhe kur pacienti ka shfaqur simptoma. Normalisht ato duhet vinë kur nuk kanë asnjë simptom, pra të vinë thjesht sepse kanë bërë një analizë. Kanceri i prostatës sipas mjekëve është tumori i dytë më i shpesh tek meshkujt. Në Korçë do të hapet liceu francez i mbyllur gati një shekull më parë. Shkolla franceze që ka nxjerrë mjaft intelektual të shquar të vendit ishte kërkuar nga qytetarë të vjetër korçar dhe ishte premtuar nga presidenti Macron. Pas më shumë se 100 vitesh, qyteti të Korçës do i rikthehet liceu francez. Kjo është vendosur në nënshkrimin e një marrëveshje të pak ditëve më parë mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit francez Emmanuel Macron. Në vizitën e një viti gjysmë më parë, gjatë një pritje në Pallatin e Brigadave, presidentit francez ju dorëzua një lutje nënshkruar nga 100 intelektual korçar, të cilët i kërkuan të rishikohej mundësia për rihapjen e liceut francez në Korçë, i cili u mbyll në kohën e pushtimit italian. Lutja u mor në konsideratë nga Macron. Kryebashkiaku i Korçës Sotiraq Filo shprehet se prej një viti ka qenë i pranishëm një ekspert francez për të parë gjendjen në terren si për infrastrukturën, por jo vetëm. Projekti po ecën me ritme të shpejta,
që nga vizita e pare e presidentit Macron në Shqipëri, një vit e gjysmë më parë, kemi prezencën e një eksperti francez që ka ardhur dhe ka përgatitur gjithë studimin dhe dokumentacionin për hapjen e këtij liceu, dhe hapi i radhës është identifikimi i godinës dhe përshtatja e gjithë infrastrukturës që duhet për të përmbushur standardet që kërkon ky lice. Synimi është që liceu francez të rifillojë gjatë vitit shkollor 2026-2027 dhe si ndërtesë të shërbejë ajo e dikurshmja e ndërtuar nga filantropi koçar Thoma Turtulli. Ndërkohë që në këtë lice pritet të ketë nxënës jo vetëm nga rajoni, por gjithë vendi për t'i dhënë Korçës statusin e një qyteti arsimi. Besoj që rjapja e një liceu, e një shkolle elitare të arsimit të mesëm, do t'i shërbejë vizionit të Bashkisë të Korçës për ta shndruar qytetin tonë në një qendër të rëndësishme të edukimit në Shqipëri. Ky lice do të krijojë kushte shumë të mira, në radhë të parë për të rinjtë dhe të rejat tona që të kenë mundësi të kenë akses në një arsim shumë cilësor dhe në diploma, cilat njihen nga Franca dhe më gjerë. Gjatë vizitës së Macron në Tiranë, nënshkrua edhe një marrëveshje e dytë që ka në fokus turizmin në rajonin e Korçës, kryesisht atë të natyrës dhe aventurës. Aeroporti ndërkombëtar i Tiranës ka shtuar fluturimet me Kroacinë. Nga 2 herë në javë tashmë linja Croatia Airlines do të operojë nga data 25 maj me 3 fluturime në javë. Shtimi i lidhjeve direkte pritet të sjellë më shumë ndikim në turizmin e dy vendeve. Ndërkohë, në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës vazhdojnë investimet më të fokusuara në zgjerimin e pistës për fluturimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria dhe Kroacia lidhen tashmë më shpesh direkt. Croatia Airlines ka zgjeruar praninë e saj në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Nga 2 herë në javë tashmë pasagjerët do të kenë në dispozicion 3 fluturime javore, çdo të martë, të premte dhe të diel. Ne besojmë se tregu shqiptar është me shumë potencial. Numri i pasagjerëve që udhëtojnë me avion është në rritje të vazhdueshme. Aeroporti i Tiranës regjistroi 10.7 milion pasagjerë vitin e kaluar. Kjo është arsyeja pse vitin e kaluar hapëm linjën tonë me 2 fluturime në javë dhe këtë vit duke nisur nga data 25 maj do të shtojmë edhe një tjetër. Përveç lidhjeve direkte nga Tirana në Zagreb, kjo linjë ajrore mundëson gjithashtu lidhjen me destinacione të tjera brenda Kroacisë, si dhe në vende të tjera të njohura të Evropës. Përmes Zagrebit, pasagjerët mund të lidhen lehtësisht me destinacione si Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, vendet skandinave, Zvicra dhe mëtej. Për momentin kemi shtuar një fluturim shumë në javë dhe shpresojmë që kjo linjë të shndërrohet në një destinacion të përhershëm gjatë gjithë vitit. Natyrisht, kjo kërkon punë të vazhdueshme për të rritur numrin e udhëtarëve, veçanërisht gjatë sezonit veror. Shtimi i fluturimeve direkte pritet të sjellë ndikim për turizmin e dy vendeve, si një nga sektorët kryesorë të ekonomisë. Shqiptarët do të ndjehen të mirëpritur në Kroaci. Ne nuk ofrojmë vetëm një Bregdet mrekullueshëm, kemi site të mbrojtura nga UNESCO, aktivitete të shumta, mikpritje të ngrohtë, ushqim të mirë dhe besojmë se udhëtarët shqiptar janë më se të mirëpritur. Kroacia është një destinacion që mund të vizitohet gjatë gjithë vitit. Në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës vazhdojnë investimet e Kastrati Group, ndërsa punimet me zgjerimin e pistës do të mundësojnë edhe fluturimet transoceanike. Siç e dini, kemi qenë shumë të zënë me samitin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, ku morën pjesë 50 delegacione të ndryshme. Disa erdhën me të njëjtin lloj avioni, për të cilin ne papunojmë në pistë për të mundësuar fluturimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi parasysh avionet e presidentit Macron dhe presidentit Erdogan. Pra ne jemi gati për këto fluturime. Do të zgjerojmë më tej terminalin, që të mirëpresim të paktën 15 milion pasagjerë në vit. Kemi bërë investime gjithashtu me fasadën e aeroportit dhe synojmë të bëjmë aeroportin më të bukur për syrin e njeriut. Një numër rekord për 10.7 milion pasagjerë është përdorur vitin e kaluar aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, ndërsa rritja duket e qëndrueshme edhe këtë vit, ku vetëm në 3 muajt e parë janë regjistruar mbi 2 milion pasagjerë. Ne kemi mbritur kështu në fund News Hour, ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku ju mund të klikoni në çdo kohë, po ashtu mund të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Ne bashkë ndajemi këtu vetëm pas pak faqja 4 me kolegët Jeta Kasemi dhe Sali Doçi.